Pas spektaklit të fundit në Big Brother VIP Albania, banorët u përballën me një sfidë të pazakontë që solli shumë të qeshura dhe surpriza. Në një kënd të veçantë të shtëpisë, ata gjetën një lopë të vërtetë, për të cilën duhet të kujdeseshin dhe ta mielin. Kjo ishte një mundësi unike për të parë anët e panjohura të banorëve, duke i nxjerrë ata përpara kamerave në një situatë as pak të zakonshme. Teksa radha për mieljen i erdhi Jozit, atmosfera u bë edhe më interesante. Ai tregoi një aftësi të rrallë në këtë proces, duke habitur Olën dhe Gjestin, të cilët e vëzhgonin me kurreshtje. Deri në atë moment, askush nuk e kishte menduar se Jozi do të ishte kaq i zot në këtë sfidë, duke krijuar një klimë entuziazmi dhe përgëzimesh mes banorëve. Po ti ku ke mësuar të mielësh kështu? E pyeti Ola me habi, teksa shite Jozin duke e kryer procesin me lehtësi. Me çdo lëvizje të tij, Jozi dukej se po tregonte se kishte një njohuri të thellë për këtë art të lashtë, dhe përgjigjet e tij ishin një përzierje e humorit dhe vetbesimit. Jozi, me stilin e saj të zakonshëm, u përgjigj me humor. More shpirt. Komenti i tij krijoi një atmosferë mbreslënëse, në të cilën të gjithë banorët ndiheshin të kënaqur dhe të çliruar. Kjo është ajo që realiteti televiziv mund të sjellë, një përzierje emocionet e papritura dhe të paplanifikuara. Duke mos e fshehur surprizën, Ola vijoi duke bërë një batutë. Këtë gjë paske bërë në Zvicër ti, paske miel lopë zvicerane. Kjo shaka sjell në mendje se sa të ndryshme mund të jenë përvojat e jetës dhe si ato mund të ndihmojnë në ndërtimin e karakterit të individëve. Ndërkohë, Jozi vazhdonte me përqendrim, duke treguar se e kishte vërtet nën kontroll situatën, ndërsa Ola nuk ndalonte së komentuar. Ekspert qenke në mielje. Komenti i saj tregon se ajo e vlerësonte aftësinë e Jozit dhe e nxisnin më tej në këtë sfidë të veçantë. Ola, duke mos e lënë pa një koment ironik, ju drejtua atij. More Gjesti me pikatore ti, pik. Kjo e bënte atmosferën edhe më të ngrohtë dhe të qeshur, duke treguar se ndonë se ishte një sfidë, banorët e merrnin atë me shumë humor dhe argëtim. Kjo sfidë jo vetëm që krijoi një atmosferë të harreshme në shtëpi, por gjithashtu nxori në pa anën e panjohur të disa prej banorëve, duke i dhuruar publikut një moment argëtues dhe të paharrueshëm. Banorët ju përkushtuan sfidës dhe e shfrytëzuan atë për të forcuar lidhjet mes tyre, duke krijuar kujtime që do të mbeten për një kohë të gjatë. E gjithë kjo situatë tregon se përkushtimi dhe guximi për të provuar gjëra të reja janë cilësi që mund të ndihmojnë në rritjen e individëve dhe